Tashmë është zyrtare, Aleksandar Stanković është lojtari më i ri i Interit. Interi ka aktivizuar të drejtën e riblerjes për mesfushorin serb për 23 milion eurosh ndaj Klub Bruges. Mesfushori me cilësi të jashtëzakonshme i vlerësuar aq shumë nga shumë media dhe shumë ekipe europiane, i cili ka bërë një sezon realisht fantastik tek Klub Bruges me pjesëmarrjen në Champions League gjithashtu. Tashmë interesant është fakti për të parë se çfarë planesh ka Interi për Aleksandar Stanković, duke qenë se qarkullojnë shumë emra përmes fushën tashmë siç dihen, si Curtis Jones, ashtu edhe Manu Kone. Megjithatë, nga informacionet që kam, serbi kërkon që t'i luaj të gjitha shanset e veta për qëndruar ke Interi dhe pse jo për tentuar pozicionin e titullarit. Ka patur edhe një deklaratë të tjatit vet Dejan Stanković, i cili ka thënë që dëshira e tij kryesore është që i biri të luaj me Interin. Në të njëjtën kohë janë edhe sirenat nga kampionati anglez, Premier League, si Newcastle apo Brentford, ku flitet se ofrojnë rreth 40-45 milion euro dhe realisht është për të vlerësuar situata se çfarë do ndodhi me mesfushorin. Mendimi im personal është që duhet t'i japim një mundësi, sepse sinqerisht është një lojtar që ka shumë kualitet dhe shumë cilësi. Megjithatë është për të parë, pasi ndikon shumë edhe pjesa e plusvalencës, pasi Interi mund të bëjë një plusvalencë shumë të madhe me mesfushorin serb. Është për të parë edhe numri, edhe pse do marrin pjesë në shumë kompeticione këtë vit dhe duhet një organik shumë e gjerë, por kam përshtypjen që Stanković me lojtarët me eksperiencë që Interi ka, si Zielinski, Çalhanoğlu apo edhe Mkhitaryan, mund të rritet jashtë mase. Më thoni mendimin tuaj, unë personalisht, edhe pse nuk jam shumë optimist që do e mbajnë, unë do doja që Stanković të ishte dhe të luante me ekipin ton.